Kontrabanor të Nivicës, Shën Vasilit dhe emigrantë të tjerë nga qytetet të ndryshme të vendit kanë bërritur këtë të diel në zonën e Kakomes për të shembur rrethimin që prej shumë vitesh ishte vendosur në një nga perlat e jugut të vendit. Qytetarët kanë shembur rrethimin që prej 22 vitesh mbante të izoluar zonën dhe që nuk i lejonte të shkonin në tokat e tyre, e po ashtu edhe pushuesit vendas dhe të huaj të bënin plazh. Ndërkohë që për ata që hynin, duhet të paguanin një tarif prej 10 eurosh. Banorët thonë se shembja e rrethimit të Kakomes është akti i parë drejtmarrjes së tokave për të cilat pretendojnë pronësinë. Me djersën e prindërve tanë, me djersën e gjyshërve tanë, u bën milionera, na hapën rrugët, na tradhëtuan, na thanë ikni në Greqi, dhe ata ndonjën këtu, edhe na i morën të gjitha. Me letra me të tëra, na i blokoj kështu donte Sarliu, Fatosi e ky hajduti tjetër, të tërë. Është fillimi. Do rrojmë, do vdesim, Kakomen ne nuk e lëshojmë më. Do marrin tokat tuaja. Tokat tona me gjak do t'i mbajmë. Në emër të prindërve tanë. Nuk do lejojmë asnjë rrugaç dhe maskara të na shkeli me këmbë. Kur? Ky shtet do vetëm dy gjëra të bëjë. Ato që thosh se një ligj edhe demokraci. Edhe zgjuna, shiko ku është Greqia. Po të zgjas të dorën e kap. Merr një lug demokraci, merr një lug liri, idhe në burmatriçe, idhe një lug selite, tani që zbuluat edhe kripën e nartës Vërnec, edhe do dalë një gjë e shkëlqyer. Shqipëria një perlë. Unë kam ardhur nga Amerika, edhe çka ka Amerika, vetëm një ligj e asgjë tjetër. Kemi ardhur në pronën tonë, dhe këtë pronë na i mori Fatosnandua, Sali Berisha dhe Edi Rama. Edi Rama si mblodh kusuret që i tyll atë fitirkisht e pagoi. Duam që ati që ka marrë këtë që thot që e ka marrë, me që i ka të lishme të qetë të ruante, po pse si ruan, se i ka të palishme. Banorët thonë se betejë ligjore për Kakomen vazhdon që prej vitit 2004 duke u shndruar në një nga konfliktet më të gjata të pronësisë në jug të vendit. Ata këmbgulin se nuk do të tërhiqen nga kërkesat e tyre dhe paralajmëruan vazhdimin e protestave deri në njohjen e plotë të drejtave të pronësisë mbi tokat që i konsiderojnë trashëgimi të të parëve.